Përfaqësuesit e klerit në Shkodër kanë uruar festën e Fitër Bajramit. Ata dhanë mesazhe për më shumë paqe për të forcuar më tepër bashkëtesën fetare në Shkodër dhe jo vetëm. Argjipeshvit, Monsinjor Giovanni Peragjine, por edhe në emrin tim personal si famulitari famullizo e Shkodrës, jena këtu me shpreh urimet tona më të sinqerta me rastin e festës e Fitër Bajramit. Besoj që është fisnikëri e madhe, humanizëm i veçantë, me ju gjetë atij tjetrit, sidomos në momentet e gëzimeve të mëdha, por edhe të dhimbjeve. Prandaj kjo shprehje e këtij solidaritetit ndërsjellët mes komuniteteve fetare në qytet, e cila e karakterizon këtë qytet historikisht, besoj se duhet të shpallet, të shprehet vazhdimisht në tashmen edhe në të ardhmen. Si mjet patme edhe këto koincidenca të bukura, sepse koha e Ramazanit, muji Ramazanit përkoi edhe me kohën e kreshmeve dhe mund ta më thënë që u garantua ajo agjerimi për 24 orë, si thosh mes komunitetit musliman, por edhe të krishterë, që t'i përcjellim urimet më të përzemërta, më të mira të gjithë komunitetit musliman të qytetit të Shkodrës e përreth, në mënyrë që t'jetë vërtet një festë e begatë, mas sakrificës të madhe e të veçantë të muajit e Ramazanit. Zuar për shumë vjet festën e Fitër Bajramit, tashmë traditë në qytetin e Shkodrës, kur një komunitet fetar feston festën e tij, të gjithë jemi së bashku për të uruar. Sot jemi këtu në emër të Kishës Ortodokse, besimtarëve ortodoks, për të uruar gjithë besimtarët musliman të qarkut të Shkodrës dhe Shqipërisë, gëzuar festën e Bajramit. Zoti ja pranoft agjërimet e tyre, paqe, dashuri në zemrat tona, sepse sot kemi nevojë më tepër se asherë.